Mirdita. Sot jam këtu për të denoncuar kërcënimin madhor që Edi Rama dhe mafia rrezikshme që qëndron prapa tij në qeveri, parlament dhe institucionet tjera, po kërcënojnë në mënyrën më të egër procesin më jetik të shqiptarëve, procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Lajmet që vinë nga kancelarit europiane, por dhe nga Brukseli, dëshmojnë se Edi Rama është në rreth të kuq, se Edi Rama, në kundërshtim flagrant me të gjitha zotimet që rrjedhin nga procesi i integrimit, po fakton sa ai për interesat pushtetit tij, për të mbrojtur veten nga krimet e rënda që ka kryer, është i aftë të marrë çdo vendim, pavarësisht se blokon plotësisht procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Burime shumë serioze informojnë për diskutimet e gjëra që po zhvillohen në kancelaritë europiane dhe në Bashkimin Evropian, në të cilat nuk përjashtohet dhe opsioni i zhbërjes së plot të procesit integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian për shkak të këtyre qëndrimeve antikushtetuese, antidemokratike, antiligjore që mban Edi Rama në rastin e dosjes së tij në aparencë Balluku dhe Akshit. Unë kam paralajmëruar dhe paralajmëroj prapë shqiptarët se marrja në dorë e fatit ton është rruga e vetme mbasi Edi Rama absolutisht nuk do të pranoj kur t'i heq imunitetin Lubi Ballukut mbasi e din se sbashku me të në bangon e akuzë është i detyruar të ulet dhe ai vetë. Mbasi e din. A e din mirë se jo në një, por në dy përfaqësi kryesore të Europës dhe të botës, Geron Meçe ka dhënë çdo detaj të implikimit direkt të Edi Ramës, Bajanakut dhe Lindës në aferat e Akshit. Edi Rama e din mirë se tashmë gjithçka ka dalë në dritën e diellit, sa ai nuk është gjë tjetër veç një ergysagas. Ndaj dhe përpritet në këtë mënyrë. Akshi është dosja
që ka lënë pa mend kancelarit europiane, por edhe të vendeve tjera të mëdha. Është dosja që të i kalon çdo lloj imagjinate. Për të mos fol pastaj për qindra dhe mijëra video dhe fotografi në të cilat edhe vetë Edi Rama është këmbë kokë i damkosur. Edi Rama polot me fatet e vendit, me fatin e çdo shqiptari, për të mbrojtur krimet e tij. Ndaj dhe 10 shkurti është ditë e çdo qytetari. Është ditë e dignitetit, e guximit, e kurajos, e vendosmërisë për të marrë fatin në dorë. Ju e patë edhe sot, pavarësisht se Peleshi i parlamentit e kishte hequr, por në takimin që bëri në Departament të Shtetit, citoj fjalë për fjalë, lufta kundër organizatave kriminale transnacionale, çka parakupton rrezikun që kartelet shqiptare të drogës, organizatet e drogës, paraqesin për vendet tjera. Dhe ajo censuron, duhet lexojmë njoftimin e departamentit për të marrë vesh të vërtetën e shqetësimeve të Shteteve të Bashkuara. Këta janë bashkëpunëtorë në krim. Niko Peleshi që bën këtë censurë është bashkëpunëtor në krimet e Edi Ramës. Ndaj dhe njëherë, rruga e vetme është kryengritja paqësore. Nuk kanë asnjë interes tjetër përveç pasurimit dhe vjedhjeve, me vjedhje për pasurim të tyre. Faleminderit. Kam dhe një mesazh për të gjitha familjet shqiptare në zonat që përmbyten. Unë e kuptoj se janë krejtësisht të braktisura nga një qeveri mafioze, nga një organizat kriminale, por të marrin çdo mas vetë, të bëjnë çdo përgatitje, në mënyrë që të zvoglojnë në maksimum mundësit e dëmeve të një përmbytje në potencial. Të dhanat janë për mot të madh. Dhe ky mot rrezikon më shumë se i pari, për një seri arsyesh, sepse nuk është marrë asnjë mas, nuk është bërë asnjë rregullim pas përmbytjes parë, dhe gjendja është akoma më e rëndë. Sigurisht deputetët e PD-s dhe këshilltarët e saj do të gjenden në terren, por për solidaritet, por vetë kuptohet, ekzekutivi nuk ka ndërmarrë dhe nuk ndërmerr asnjë mas. Faleminderit. Zoti Berisha, në rast të një rreziku të mundshëm potencial për negociatat e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, Edi Rama zgjedh të sakrifikojë integrimin e vendit për të mbrojtur dhe mos lëshuar Belinda Ballukun. Cila do të jetë përgjigjja e opozitës? Pyetja e parë. Përgjigjja e opozitës është një dhe vetëm një. Kryengritje paqësore gjerë në largimin e tij. Kjo s'ka. Ne, domethënë, jemi vunë djeni, ose si tush kemi marrë një djeni për zhvillimet në kancelaritë europiane dhe në Bashkimin Evropian. Por ne jemi të sigurt se pavarësisht nga vendimet
nuk vjen njeri për ta larguar, do ta largojmë ne Edi Ramën. Kjo është gjithnjë qëndrimi ynë. Natyrisht është shumë e hidhur. Pse? Sepse një xhbërje e procesit e nxjerr Shqipërinë absolutisht në një orbit krejtësisht tjetër. Por ama një gjë, me shkrim dhe me gojë, para jush, por dhe në audienca tjera shumë të rëndësishme, ne kemi paralajmëruar se ky vend, kjo qeveri dhe ky regjim, nuk plotëson në mënyrë absolute asnjë kriter në proces të integrimit përveç pozicionit gjeostrategjik të Shqipërisë. Këtë e kemi thënë edhe atëherë kur Edi Rama ngrihej në qiell si frymëzim por reformat që ka bërë. Ja tani që po i shkelmon me këmbë ato të cilat i paraqiste si të jashtëzakonshme. Ja cili është Edi Rama sot. Po e kuptojnë, po pak me vonesë. Sigurisht në ata kontenet ishim të partë, dhe ne ishim. Zoti Berisha, edhe një pyetje tjetër që lidhet në kulmin e debateve për rrogat e gjyqtarëve, ish ministri i drejtësisë dhe njëherash kryetari i Komisionit të Ligjeve të Partisë Socialiste Ulsi Manja ka paralajmëruar gjyqtarët e GKK-s që t'i vënë gishtin kokës të mos bëhen noter të prokurorëve, ndryshe do të ndërhyjmë. Pra ka paralajmëruar ndryshime në sistemin e drejtësisë. Partia Demokratike do të bëjë pjesë të këtyre ndryshimeve? Faleminderit. Partia Demokratike zbëhet pjesë në absolute e asnjë ndërhyrje. Edhe radhën e kaluar e theksova dhe tani. Gjykatësit dhe prokurorët e vendit kanë të drejtë 100% të pretendojnë një piramid rrogash në frymën e kushtetutës dhe të ligjeve. Kanë të drejtë të refuzojnë një piramid rrogash e cila është ndërtuar totalisht mbi baza qëllimesh të zeza politike. Gjykatësit dhe prokurorët, me gjithë plus minus dhe tyre që kanë si që kanë të gjithë grupet tjera, nuk kanë patur as vrejtjen më të vogël. Edhe në atë kohë kur rrogat e tyre të prokurisë së krimeve të rënda, po marrë atë nuk shkonin më shumë se 1.400-1.600 euro. Sepse piramida e rrogave ishte ajo që duhet të ishte sipas frymës kushtetutës. Kurse Edi Rama, për të ndërhyrë një grup mercenarësh kundër opozicës, u vuri atyre rrogat më të larta në Europë, rroga që nuk ekzistojnë. Në vendin me rrogat më të ulta të tjera në Europë. I bëri ata mercenarë të superpaguar për të gjuajtur opozitën. Nuk e di e murët vesh apo jo. Por një kompani e quajtur me këtrim, mos gabohen, me këtrin ose me këtrim, është kontrolluar para pak ditësh 2 herë. Pse u kontrollua kompania, do thoni ju? Na duhen dokumentat e veturës Flamurnogs që ka blerë Flamurnoga. Se që është veturë, Range, mos gaboj është, po. Shkuar njërën ditë, i thanë ata s'kemi.
Shkuan ditë tjetër, u thanë nxirrni. Çfarë doli? Veturën e kishte bler Lul Basha. Dhe sapo, jo se është skene bukur kjo shumë, sapo punojsi, i tha orë zotëria s'ka ardhë kur me ble këtu vetur, dhe i tha këtu, po ja i dha kjo ato dhanat e veturës, po këte vetur, tha, e ka bler Lul Basha, ja ku i ke. As që i mori fare dokumentat. Jo, se krim duhet ishte për flamurnokën. E kuptoni ju se çfarë? Por ngjarje reale kjo, taze. Tha, ja ku kjo, tha, këte firma, ja ku, e ka bler Lul Basha këte vetur. Merë dosë, jo, tha, nuk më duhet për Lulit. Dëgjoni tani, se që kemi të bëjmë. Mirë pafshim. Një, dy, tre, gati. Atëherë, mirë dita, mirë se keni ardhur. Sot do flasim lidhur me procesin politik kundër liderit opozitës dhe pronarëve legjitim, do japim disa shembuj konkret të keq përdorimit politik të drejtësisë. Për fat keq, siç e keni marrë vesh, prokurorët politik krijuan narrativen që ju shërbente atë që ju dha regjia atyre për të thënë. Krijuan një izolim mediatik prej shumë muajsh, duke marrë vendime të pabazuara në ligj për mos komunikim, gjë të cilën nuk e parashikon Kodi Penal. Pra, qartazi kemi persekutim politik, nuk kemi ndjekje penale, kemi izolim mediatik e më radhë. Gjyqjet në çdo vend të botës bëhen me kamera sepse shërben dhe si provë. Për fat keq, prokurorët politik ishin frikë nga gjyqjet e hapura dhe nuk lejuan kamerat në sallën e gjyqit. Ne sot do të paraqesim vetëm 5 shkelje që tregojnë falsifikime nga ana prokurorisë dhe gjykatës Irena Gjoka me radhë për t'ju treguar pse prokurorët kanë frikë që kjo çështje të ketë kamerat në sallë. Ju ftoj gjithashtu, ne këtu do të tregojmë vetëm 5, por ka mbi 30 apo 35 falsifikime nga ana e prokurorëve politik. Mirë, prezantimi i sotshëm do ketë këtë rrjedhë që e shikoni, pra fillimisht ka pasur ligje apo VKM nga Berisha me nominative. Do shohim a ka ndonjë nga Berisha dhe prokurorët sot pranojnë që nuk ka asnjë. Do shikojmë fletore zyrtare që dëshmojnë gënjeshtën, kallëzimin e rrend të kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Do shohim komunikime ekstraligjor, 2 raste komunikime ekstraligjor prokuror me gjyqtar, gënjeshtra deri me përmbajtjen e VKM-s, e pa imagjinueshme të gënjejnë deri në përmbajtjen e VKM-s. Keq përdorimi i drejtësisë për gjuhëti shtrigash dhe jo për ndjekje penale, dhe një shembull i gënjeshtër, sigur begejat janë favorizuar. Shumë shkurt i kemi me radhë. Fillimisht duhet ju tregoj këtë tabelë, e cila në rast se ju kujtohet, ka shprehjen e famshme të Edi Ramës që i kërkon llogari, urdhër, ultimatum SPAK-ut të veprojë ndaj Sali Berishës. Qoftë në Kongresin e Partisë Socialiste në 9 prill 2022, qoftë në Asamblenë e PS-s në 7 maj 2022, kur përmend ultimatumin SPAK-u po legjitimon gjithë reformën drejtësi. Menjëherë pas urdhrit të Edi Ramës, kemi aty 16 kërkesa të prokurorëve politik. Jo 1, po 16. A ishte ndonjë prej këtyre e lidhur me çështjen? Asnjë. Ç'të më dal përpara? Ç'të mundem? Por do ku i keni? Një nga këto janë 16 kërkesa në çdo lloj institucioni duke përfshirë sigurimet shoqërore për shembull me radhë. Dhe i ka kërkuar informacion jo për një çështje konkrete, po për 30 vjet çfarë keni për Sali Berishën dhe 3 brezat Sali Berishës. Kurdo ku keni një shembull i cili në rast se keni parasysh e keni të nënvizuar aty që ka hetim nga 1994 deri në 2012 për brezninë e tretë të Sali Berishës. I keni me emra. Pra, prokurorët nuk kanë quar, fillimisht thanë që ne dyshojmë që ka VKM apo ligje nominative. Por nuk quan asnjë në gjykatë kushtetuese si vetëm një organ që duhet thonte ishte apo si ishte nominative, siç ka thënë që ligji fusha është nominativ dhe nuk vepron njëri ndaj Edi Ramës.
por nuk quan asnjë, çka tregon që e dinin që i kishin gënjeshtër. Çfarë tuan? 30 vjet 3 breza, jo për çështje, po të shti dalë përpara, thjesht nga urdhri i regjisë. Po e bukura cila është? E bukura është që ka Edi Rama plot VKM nominative, duke përfshi 4 VKM nominative për Carlo Bolinon, bën në një periudhë 9 mujore kohe. A ka ndjekje procedim penal për Edi Rama për VKM nominative? Zero. Nuk ja humban prokurorëve politik, janë të nënshtruar nga Edi Ramës. Së dyti, ka 2 VKM nominative nga Edi Rama për vllajën e tij, kompaninë e vllajt tij. Njëherë për t'i dhënë 37.000 kusur metra katror, njëherë tjetër për 12.690 metra katror të tjera. Pra 50.000 metra katror Edi Rama e jep kompanisë së vllajt të tij me 2 VKM nominative, 2 reparte ushtarake që janë në planin e përhapjes. Prokurorët politik nuk ndihen. Kurdo ku kemi fletore zyrtare, si që jeni ndjeni, kallëzimi i rrem i kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste thonë kemi dyshime që ajo tokë është e shpronsuar. Pra, pronarët Begeja janë ndihmuar nga Berisha, ka marrë tokë të shpronsuar nga italianët. Kurdo ku keni fletore zyrtare. Një prokuror që ka një tabor me hetus, mjafton 30 minuta, i keni online fletore zyrtare dhe mund të gjente që fletore zyrtare 62 e 42-shit ka dekretin e MKM-sit numër 90, dati 24/42, në të cilin urdhëron rekuizimin e përpasoj okupimin për i periudhë 6 mujore të tokave të këtyre pronarëve. Dhe ky rekuizim është shtyr me 6 muaj të tjerë, hera fundit në fletoren zyrtare, të botuar me 30 qershor 43, ku është botuar dekretin MKM-sit numër 204, datë 4/6/1943. Mjafton kaq dhe do u kthente kallëzimin e rrem të Ulan Ballës dhe do hapte çështje penale për kallëzim të rrem. Por jo, prokuroria e promovuar nga Elbasani, kur drejtues politik ishte kryetari i grupit Partisë Parlamentare të PS-s. Do ju tregojmë 2 komunikime ekstraligjore mes prokurorëve dhe gjyqtarëve. I pari ka të bëjë me kërkesën që ka bërë, urdhrin që ka bërë për policinë, prokurori Arben Kraja, qysh me datë 20. Shikoni në shkresën përkatëse, në të majt, keni të nënvizuar majtas poshtë. Është data 20/10/2023. Pra që me datë 20/10/2023, Arben Kraja dhe Mehmet Rumullaku e dinin që me datë 21 të nesërmen e keni të nënvizuar në qendër tani të kësaj që është të nesërmen. Irena Gjoka do nxirrte vendimin siç e kishte kërkuar prokuroria. Pra, kemi qartazi një komunikim mes prokurorëve dhe gjyqtarëve. Prokurorët e dinin që i ditë para që gjyqtarët do e nxirrte të nesërmen atë, prandaj dhe e kanë plotësuar të gatshëm. Të kemi parasysh që në Gjermani vetëm pak muaj më parë një akt gjykim i formës së prerë për vrasje është hedhur në kosh prerave sepse u vërtetua që kishte një komunikim ekstraligjor mes prokurorëve dhe gjyqtarëve. Kjo ndodh në shtet ligjor. E dyta, komunikimi ekstraligjor ka të bëjë me VKM-n për letrat me vlerë, kurdo ku e keni më pas. Ky është komunikimi i dytë ekstraligjor, në të cilin qysh vendimi i Irena Gjokës i datës 20/10/2023 kishte një element të veçantë. Fliste për sikur VKM-ja për përdorimin e bonave të Sarit për privatizim ishte shfuqizuar 7 muaj më pas. Thuajse të njëjtin tekst e paraqiti prokuroria për herë të parë 2 muaj më pas. Pra nuk e kishte vënë prokuroria kur ja kishte çuar këtë kërkesë. Çfarë kishte ndodhur? E kishte zbuluar këto ditë me të vetën e kishte zbuluar këto ditë pasi që ja kishte dhënë. Dhe e jep me flesh të gatshme. Dhe Irena Gjoka nxjerr të fagmën e cila përsëritet nga prokurori 2 muaj më pas. Po kemi parasysh diçka. Kërkesa e prokurorisë Irena Gjokës i shkoi 210 faqe kërkesë, vetëm për masa, 12 faqe për sekuestro, 20.000 faqe materiale dhe Irena Gjoka brenda 3 ditësh i lexoi të gjitha këto. Brenda 3 ditë. Mira, 20.000 faqe. Brenda 3 ditë pati kohë dhe të shkunte 215 faqe vendim për masa. Brenda 3 ditëve kishte edhe kohë të shkunte edhe 12 faqe vendim, 15 faqe vendim për sekuestro. Por brenda 3 ditëve pati kohë edhe të hulumtonte se çfarë aktesh mund kishin qenë para 20 vitesh. Kjo është Irena Gjoka dhe kjo është komunikimi ekstraligjor. Po e bukur që është gënjeshtër. Pra të dyja ato, dhe gjyqtarja dhe prokuroria, jo vetëm që kanë komunikuar, por kanë mbërritur në një gënjeshtër. Pse është gënjeshtër?
sepse VKM-ja për letrat me vlerë e 2008-ës paraqitet në foton lartë, në të cilin ka 2 paragraf. Paragrafi parë bën fjalë për ato që e fitojnë përmes procesit ankandit, blerje përmes ankandit. Paragrafi 2 bën fjalë për pronarët e tokës, që mund përdorin letrat me vlerë. 7 muaj më pas, nuk është shkarkuar i gjithë neni që kishte bënte me bonot e privatizimit. Është hequr vetëm e drejta për ato që e blinin me ankand, jo për pronarët e tokës. Urdhëku i kemi mashtrim kur arrin prokurori dhe gjyqtari të gënjejnë deri me përmbajtjen e VKM-s. Kjo tregon falsitetin e të gjithë procesit politik dhe gjithashtu frikën që kamerat mos jenë në sallë për të treguar me dhjetra e dhjetra raste të tilla të keq përdorimit politik. Urdhëku kemi një rast tjetër. Kinse Hetimi është për ish klubin Partizani për ngjarje të para 20 viteve. Por ama kanë thërritur deputeten Ledina Alolli për ta pyetur si ka paguar kapelet dhe bluzet në fushatën e 2023-shit. Pra, qartazi është shënjestruar Partia Demokratike dhe opozita. Për këto prokuror politik, Partia Demokratike është armiku i popullit dhe armiku i partisë, dhe duhet luftuar me armët e plota që të munden. Kjo është qesharake, absurde, të mendosh që gjoja është hetimi për çështjen procedimin 287 të para 20 viteve, por pyetet për kapelet dhe bluzat e fushatës 2023-shin. E bukura është që po të njëjtët prokuror politik kanë hapur çështje penale dhe për sipas urdhrit politik të Edi Ramës dhe të korruptonjëses Yuri Kim, hapën procedim penal edhe si PD-ja u riorganizua dhe u rithemelua në 2021-shin. Po keni parasysh që këtu Ledina Alollin po e pyesin për fushat në 2023-shin. Pra qartazi kanë shënjestruar PD-n dhe po sulmojnë PD-n si armike politike dhe nuk po bëjnë ndjekje penale, por për ndjekje politike nga prokuror të cilët këto çështje partitë politike opozitare i quajnë veprime që bien ndesh me moralin komunist. Urdhëku kemi Hetusin që kanë angazhuar ndaj Ledina Alollit. Hetusi është person i cili është patronazhist i PS-s në fushat elektorale me ish-ministrin Manja. Ky është Hetusi që angazhojnë për të luftuar politikisht PD-n. Pra qartazi, nuk kemi të bëjmë me ndjekje politike, kemi të bëjmë me persekutim politik. Ky është slajdi i fundit për të treguar që BG-jat nuk janë favorizuar nga Sali Berisha. Po të ishte për të favorizuar, BG-jave nuk do ishte kthyer 5.5% e pronës, po do ishte kthyer 100%, se do ishte e lishme, do ishin pronar legjitim, kthimi plot i pronës. Por është kthyer vetëm 5.5%. 94.5% nuk është kthyer. Urdhëku keni një nga shembujt, janë me dhjetra toka të cilat nuk janë kthyer. Vetëm njëra prej këtyre është 318.000 metra katror, pra 12 fishi i ish tokës që është kthyer tek ish klubi. Pra po të ishte për ndihmon dhe me të që është 12 herë më tepër. Dhe kjo është një prej atyre, dhjetra tokave të tjera. Kemi parasysh, Edi Rama po vjedh tokat e pronarëve legjitim, po e jep me VKM nominative vllajti Carlo Bolinos, miqve ti, patronazhistëve ti. Po për këto, prokuroria politike nuk ndihet, por sulmon qartazi pronarët dhe opozitën. Pra, sulmon për arsye politike kundërshtarët politik të Edi Ramës. Kjo ishte arsyeja për të cilin kanë frikë që të lënë kamerat në sallë. Unë juftoj të hënën, do keni mbi 30 gjëra të tilla, gjërahire të tilla që tregojnë kapjen politike të prokurorëve dhe proces me regji politike. Ju faleminderit, do doja t'ja kaloja fjalën avokatëve në rast se duan të shtojnë ndonjë fjalë. Po, atëherë përshëndetje. Në vazhdim në asaj që tha zoti Maltezi, në rastin konkret po themi bëhet fjalë për akuza të ngritura në mënyrë krejtësisht formale, pra bëhet fjalë për akuza formaliste, pa bazë, pa thelb, pa asnjë lloj argumentimi se si, po themi, zoti Maltezi pas kërka kryer veprën penale të korrupsionit pasiv. Ne kemi thënë dhe stërthënë edhe në raste të tjera që zoti Maltezi nuk është mbajtës në një funksioni të lartë shtetëror. Kuptohet për posaçme e mban në anën pasive të korrupsionit në bashkëpunim me zotin Berisha, sepse sipas për posaçme, po themi, akuzat janë në bashkëpunim. Qartësisht rezulton që në rastin konkret
nuk mund të bëhet fjalë për korrupsion, pasi nuk është atribut i prokurisë posaçme që të hetoj cilësinë, nevojshmërinë e akteve normative, ligjeve, VKM-ve, udhëzime e kështu me radhë. Sepse gjithë ne dimë, gjitha ligjet për cilat pretendohet që janë miratuar apo akteve të tjera normative që pretendohet se janë miratuar janë ende sot në fuqi, nuk janë shfuqizuar ndonjëherë në gjykat dhe normalisht nuk ka sens juridik apo logjik që ne të flasim këtu për vepër penale korrupsionit. Së dyti, siç gjithë ne dimë që të mbash përgjegjësi penale për një vepër penale kërkohet domosdoshmërisht lidhje shkaksore. Dhe logjikisht ne nuk e kuptojmë se si mund të pretendohet lidhja shkaksore midis miratimit të ligjeve, akteve normative, VKM-ve në vitet, siç pretendon prokuria, në vitet 2005-2006 dhe mandej pas 10 apo 15 viteve të pretendohet që pasker ka pasur një mendim që do përfitonte zoti Maltezi nga këto ligje apo akte normative. Pra ajo që do të them është që në rastin konkret akuzat janë të pabazat, pa themelta, janë akuza të ngritura në mënyrë krejtësisht formale, pa thënë se cili veprim konkret ka kryer zoti Maltezi apo zoti Berisha, qoftë në drejtim të veprës penale të korrupsionit të pretenduar pasiv, apo dhe në drejtim të veprës penale të pastrimit të produkteve të veprës penale. Pra, në rastin konkret bëhet fjalë për një ushtrim të gabuar në legjës penale, një ndjekje penale e cila është ushtruar totalisht në mënyrë të njanshme, pa u njoftuar në asnjë rast, po themi zoti Berisha apo dhe zoti Maltezi, për sa i përket kryerjes së veprave, pa i marrë asnjë ndonjë deklarim përpara se të procedojë me saktimin e masave sigurimit. Kështu që në rastin konkret akuzat, siç e thash, janë pa baza. Ne jemi në gjykim, siç ju gjithë e dini, jemi në gjykimin themel, jemi në fazën e parashtrimeve hyrëse dhe kërkesa për prova. Disa prej të panderën në gjykim i kanë parashtruar, do vazhdojmë në seancën e ditës së hënë me parashtrimet hyrëse të panderëve tjerë. Kështu që ne jemi të bindur që këto akuza nuk mund të qëndrojnë në këmbë dhe normalisht do t'i provojnë gjykatës se përse në rastin konkret nuk bëhet fjalë për një çështje penale me thelb. Unë këto kisha. Faleminderit. Përshëndetje. Atëherë ky proces është politik për arsye sepse ky proces është depozituar kallëzimi që në datën 1/12/2020 dhe po në të njëjtën datë Spaku e ka regjistruar si procedim penal. Duhet bëjmë dije se kallëzimi, pavarësisht se ai është i rrem, ka pasur emra konkret në kallëzim, personave që i atribuoi vepra penale, por Spaku nuk ka regjistruar asnjë emër personi për arsyen e vetme për t'u shkelur të drejtat kushtetuese dhe marrjes dhënie në pyetje gjatë fazës së hetimeve paraprake. Gjithashtu Spaku ka të kaluar kompetencën e vetë për arsye sepse neni 287 që është pastrimi i produkteve të veprës penale nuk është në kompetencë Spakut dhe për arsye sepse nuk ishte ndonjë funksionar të lartë shtetëror si të regjistruar si të dyshuar për kryerjen e ndonjë vepre penale, Spaku nuk e ka mbajtur këtë mbi 2-3 vjet në hetime pa emra personazh konkret. Doktor Berisha dhe zoti Maltezi janë caktuar masat e sigurimit pa u pyetur asnjëherë nga Spaku. Gjithashtu, një prej pikave më thelbësore në këtë çështje është ndryshimi i destinacionit në klubin Partizani. Ndryshimi i destinacionit në klubin Partizani është bërë nga kryeministri i vendit i tanishëm, atëherë kryetar bashkie i Tiranës, zoti Edi Rama, në vitet 2004, 2006 dhe në fund në vitin 2008 me zonimin funksional të planit përgjithshëm të Tiranës. E vetmja pikë ku Spaku kapet për të akuzuar Berishën është për arsye sepse zoti Berisha ka qenë kryetari i KRTRSH-s dhe por asnjëherë KRTRSH-ja nuk ka
marrë në vendim pa i vajtur nga KRT-t e bashkive. Dhe KRT-t e bashkive, sipas vendimit 29 të vitit 2006, nuk mund të kthehen ato që shkojnë në KRTRSH. Gjithashtu, një prej pikave tjera është që ish-pronarët e klubit Partizani u është njohur kjo pronë që në vitet 95 të themi dhe e kanë marrë këtë pronë shumë vonë. Në vitin 2007 kanë vijuar me proceset dhe gjatë gjithë kësaj periudhe ata kanë kërkuar për të kthyer kjo pronë. Gjithashtu në ish-pronarët kanë paguar $700.000 cash. Ndërkohë, nëse do të kishte ndonjë komunikim midis zotit Maltezi dhe zotit Berisha, atëherë do të pritej vetëm pak javë për miratimin e VKM-s për të paguar kjo me letra me vlerë, sikurse tha dhe zoti Maltezi. Një prej pikave tjera ka të bëjë me që tregon tendencën e SPAK-ut. Ka patur një komunikim zyrtar me shtabin e përgjithshëm të forcave të armatosur, ku ka saktësuar me shkresë që në vitin 2022 shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura se klubi Partizani nuk ka qenë pjesë e planit për hapjes as në vitin 2006, as në vitin 2007 dhe as në vitin 2009. Megjithatë, SPAK-u ka thritur mbi 30 dëshmitar ish ushtarak për të pyetur nëse kjo është apo jo në planin e përhapjes. Kështu që kjo çështje nuk ka thelb, nuk ka bazë dhe është tërësisht politike për të përndjekur kryetarin e opozitës, zotin Berisha dhe zotin Maltezi. Megjithatë dhe faleminderit për interesin tuaj. Në fakt, zoti Maltezi dhe kolegët shtruan ato element, po themi, pikant që ka kjo çështje, por unë desha që t'ju sjellem vëmendjen tuaj në mënyrë shumë shkurt për t'ju thënë që kjo çështje ka si fill falsifikimin. Pse? Kemi të bëjmë me një kallëzim të falsifikuar. Vetë kallëzimi i kësaj çështje i bërë nga Taulan Balla është i falsifikuar dhe përmban atribujime të cilat vetë këta prokurori kanë vërtetuar që nuk janë të vërteta, që të pretendimi shtetëzimit që nuk ka ekzistuar. Ne kemi provuar të gjitha me dokumenta këto. Vazhdon me një hetim të falsifikuar dhe që për çudi të gjitha këto gjykohen nga gjyqtare falsifikatore, e vërtetuar së fundi, përgjegjëse për veprën e falsifikimit. Pra shikoni se çfarë profili ka kjo çështje, duke ndjekur për dijenin tuaj, ne kemi paraqitur akte pafund gjatë hetimit paraprak dhe SPAK-u nuk ka dashur ti pranoj dhe ne ka kthyer mbrapsh. I tillë është ky hetim, edhe dëshira e tyre për të hetuar në mënyrë objektive. Pra, çfarë ka ndodhur? Ata vetë kanë provuar falsitetin dhe në vend që këtë çështje ta pushojnë se s'ka fakt penal, se nuk ka vepër penale, se nuk ka pasojë, sepse gjithmonë një krim shoqërohet me një pasojë, të cilën ata nuk dinë ta thonë se çfarë është. Dhe pa pasojë nuk ka vepër penale. E kanë provuar dhe me një guxim të marrë e nisin në gjyq, ndonse fabula e kallëzimit me fabulën e kërkesës për gjykim dhe akuzës nuk kanë ngjashmëri as si dita me natën. Dhe ata vazhdojnë, akuzojnë sot e kësaj dite. Do të them edhe dy element pse ne themi që kjo çështje ka një profil pastërtisht politik, sepse historia nisi që me KLG-n, që brenda 3 javëve KLG-ja në lidhje me shkarkimin e gjyqtares Elena Gjoka thot po, është e vërtet që në vitin 96 KLD-ja me në krye ish presidentin Berisha e ka shkarkuar gjyqtarin Elena Gjoka, ndërsa mas 3 javëve kur e kërkon parlamenti thot nuk kemi databazë. Pra kanë shkarkuar, kanë fshirë databazën. Është kjo KLG që merr këtë vendim dhe nuk i hyn hetimit të kësaj gjyqtareje, ndonse i kërkon prokurorisë përgjithshme hetim thelluar, prokuroria përgjithshme ja sjell materialin dhe kjo thotë nuk e miratojmë ne thotë relacionin e 4 anëtarëve të saj. Dhe e fundit që është çështja mitolli, duhet dini jo vetëm zoti Berisha që nuk ka përgjegjësi penale pasi vendimarrja
vendimarrja është kolegjiale, vendimarrja është në kuadër të një programi politik Partisë Demokratike për rregullimin e marrëdhënies pronës së pronarëve, dhe ligji i ri sigurisht ka element shumë më shtrëngues dhe filtra shumë më të qartë në lidhje me problemin e pronës, nga e cila kanë përfituar me qindra mira shtetas, por zoti Amar Bambaltezi ç'pun ka këtu? Sepse dispozita e thot qartë, zyrtari i lartë shtetëror, dhe do ta mbyll me një kazus, me një çështje, në fakt janë dy çështje të gjykatës lartë. Në mars gjykata e lartë, ne kemi kërkuar gjithkohës që zoti Amar Bambaltezi gjejni nenin se nuk mund të përgjigjet për korrupsion të zyrtarit të lartë, kur nuk ke qenë asnjëherë në jetën tënde zyrtari i lartë. Çfarë ka ndodhur? Në mars të vitit 2024, gjykata e lartë në gjykimin e masës së sigurimit ndaj zotit Maltezi thotë që edhe duke mos qenë thotë zyrtari i lartë, thotë justifikohet masa, thotë, edhe e ka legjitimuar që edhe pa ekzistencën e këtij subjekti mundet në 8 prill, mos gaboj, të 2025-s, me rast në një çështje pikërisht për korrupsion pasiv të zyrtarëve të lartë, gjykata e lartë i njëjti trup gjykues, dhe kjo është ajo pjesa më pejorative, i njëjti trup gjykues, e njëjta treshe, thotë vepra penale, thotë e korrupsionit të zyrtarëve të lartë kërkon, thotë, domosdoshmërisht ekzistencën e këtij subjekti posaçëm zyrtar i lartë shtetëror. Pra, nga marsi 2024 deri në prill të 2025, i njëjti trup gjykues, gjykata e lartë, jo shkalla e parë, mban dy qëndrime. Më thoni ju mua tashti që kjo gjykatë, shiko, këtu nuk kemi të bëjmë me mosdije, pra deri në këtë nivel, të mohosh vetveten. Prandaj ne themi që kjo çështje ka nisur me falsifikim, por që sigurisht e vërteta e falsifikuar nga Irenat e nga prokurorët e Spakut, sigurisht do të zbulohet, ne e kemi zbuluar, ne kemi dokumentuar çdo element në çdo hap, edhe përgjegjësitë atyre që kanë hetuar, edhe të gjyqtares e hetimeve paraprake, edhe sigurisht që këtij procesi i kanë cënuar dy nga elementet më bazik të një procesi që janë gjykimi i paanshëm, që është edhe sigurisht dhe gjykimi brenda një afati të arsyeshëm. Është mbajtur 7 muaj në gjykatë paraprake, është mbajtur në arrest në Burg dhe pastaj në arrest shtëpi Amar Bambaltezi, duke pasur të gjitha tiparet, të gjitha këto elementë, si ne thamë, dhe që Spaku nuk donte ti shikonte, se për t'i kuptuar i kuptonte. Ju faleminderit. Ju faleminderit. Në rastin me një nga gazetarët do ketë pyetje, jemi të gatshëm. Zoti Maltezi, për ju njëra nga pyetjet përmendët fazën kohore apo komunikimet ekstraligjore. Kush janë subjektet konkretisht, nëse ka, që keni evidentuar, që kanë patur komunikime mes organit hetues dhe gjykues, dhe cila është përmbajtja, ndërkohë për një nga avokatët, çfarë parashikon ligji shqiptar, duke marrë në referencët ato që paraqitet nga një vendim i autoriteteve gjermane, nëse konstatohet një veprim i tillë, pra komunikim ekstraligjor mes akuzës dhe gjyqësorit. Atëherë, shumë faleminderit për pyetjen. Urdhëkur shkresa e prokurorit Arben Kraja, të cilën e hartuar nga Arben Kraja, e firmosur nga prokurori Altin Dumani. Shikoni këtu, keni poshtë, nuk e di në rast se shikohet, poshtë majtas, keni datën 20/10/2023, po e zmadhoj akoma më tepër në mënyrë që të jetë sa më e qartë. Përpilimi i shkresës është bërë konceptori Arben Kraja. Firma Mehmet Muhamet Rumullaku, data 20/10/2023. Është e qartë kjo? Mirë. Keni edhe firmën pra të drejtorit policisë. Urdhëkur firma Arben Dumanit, urdhëkur është data 21. Pra, Altin Dumanit. Pra, që në datë 20/10,
qoftë Arben Kraja, qoftë Mehmet Rumbullaku, qoftë Altin Dumani, e dini që të nesërme me datë 21, Irena Gjoka do merrte atë vendim që e kishte kërkuar prokuroria. Pra këtu kemi të bëjmë me një komunikim ekstra ligjor. Po të shikoni, ka lënë viji për të plotësuar me dorë vetëm numrin. Pra numri nuk e dinte kur do i binte numri në proces verbal nga sekretaria. Por datën e dinte. E dinte se kishte komunikuar që të nesërmen do i dilte. Kjo është e para. E dyta kemi të bëjmë me komunikimin e dytë, në të cilin ne na del, kjo është shpreha e Irena Gjokës për përdorimin me letra me vlerë. Kjo është e datës 20/10/2023. Po të kemi parasysh, vendimi i Irena Gjokës, pa kërkesën që nuk figuronte në kërkesën e prokurorisë, thotë që parashikimi për përdorimin e letrave me vlerë i ka shërbyer pronarëve për të blerë njëri nga klubet, atë që ishte vetëm 100.000 euro, jo atë që ishte 700.000 euro. Ajo 700.000 euro është blerë e gjitha me para. Vetëm ai që ishte 100.000 euro është blerë pjesërisht me letra me vlerë. Pra në total, pronarët legjitim kanë shpenzuar 720.000 euro para thata, dhe vetëm 80.000 euro, pra vetëm 10% letra me vlerë, 90% para thata. Dhe ky si VKM ishte futur vetëm 5 javë, 4-5 javë, pasi që pronarët kishin blerë me para të thata. Pra kishin shpenzuar 720.000. Pastaj u fut kjo. Tani, Irena Gjoka thotë që ky parashikim për letrat me vlerë është bërë vetëm për pak pronar, pra vetëm për to, sepse 7 muaj më pas është anulluar, thotë. Në urdhë ku e ka këtë shprehje që e përdor. Tani, interesante është që kjo shprehje nuk ishte në kërkesën e prokurorisë. Pra nga e dinte që e kishte bërë prokuroria pak ditë më parë. Prokuroria Engeleda Milonaj, e emëruar kur Taulant Balla ishte drejtues politik i Partisë Socialiste për Elbasanin, e ka paraqitur këtë kërkesë 2 muaj më pas, në dhjetor 2023. Thuajse i njëjtë teksti, por më tepër 7 muaj më pas kjo VKM me VKM në 2009 anulluan përdorimin e bonove privatizimit. Pra, sa shanse ka që gjyqtarët paja kërkuar të dalin në këtë përfundim, ndërkohë që gjyqtarja kishte 20.000 faqe për të lexuar, 200 ca faqe për të prodhuar, 250 faqe për të prodhuar. Pra ka kaluar edhe këtyre proces stenografisëve të OKB-s. OKB-ja ka standarde, sa mund shkruash në ditë, njeriu pa u lodhur. Qameti është 50 faqe. Irena Gjoka për 3 ditë ka shkruar 250 faqe. E imagjinon dot, pra e ka marrë thjesht me flesh. Dhe këtu kemi një falsifikim, se kjo qëndroi gënjeshtër në të dyja rastet. Pra, kjo e prokurorëve politik Milonaj dhe Kraja, me këtë që ka bërë Irena Gjoka, kjo Irena Gjokës nuk figuronte në kërkesë, çka tregon që këto prokuror e kanë zbuluar ato 3-4 ditë sa se kishte dhënë akoma dhe ja kanë dhënë të gatshme me flesh dhe i paraqitet, sepse kanë mbritur në të njëjtin falsifikim. Tani unë këtu kam paraqitur një rast, e keni këtu në Gjermani. E keni nga Frankfurter Allgemeine Zeitung, keni dhe website-in, ku mund ta kërkoni. Pak muaj më parë, aktgjykimi i formës prerë që ishte për vrasje është rrëzuar. Do ku keni website-in përkatës të Frankfurter Allgemeine Zeitung, kur vërtetohet komunikimi ekstraligjor mes prokurorit dhe gjyqtarës, ai aktgjykim është nul. Është i pavlerë sipas shtetit ligjor gjerman, nuk e di sipas standardit i renave në Shqipëri. Përshëndetje, një pyetje për mbrojtësit në fakt. Po, atë në raporte me pyetjen që bëri gazetari, i pas parashikimit të kodit tonë procedurës penale, në raport me këto komunikime ekstraligjore, siç e tha Zoti Maltezi, pasoja është pavlefshmëria dhe papërdorshmëria e aktit, po themi në rastin konkret. Ne e kemi ngritur, do të po e ringrëm dhe do ta ringrëm përsëri, si më thënë, gjitha ato shkelje procedurale që ka ndodhur në rastin e çështjes së kompleksit Partizani. Me dje që ne kemi shkuar edhe në gjykatë kushtetuese, është rasti i Studio Postina, ku vetë gjykata kushtetuese në rastin konkret konstatoi që ka pasur shkelje përsa i përket cënimit të privatësisë, jetës private e kështu me radhë, në rastin e sekuestrimeve që ishin kryer pranë Studio Postina SHPK. Kështu që të vim tek përgjigjja e pyetjes tuaj, ne kemi një parashikim
që janë rregullat e kodit procedurës penale, që pasoja në këto raste është pavlefshmëria e aktit dhe papërdorshmëria, po themi, e provës, në thonjza, mbi bazë e cilës është nxjerr akti, si më thënë. Faleminderit. Ka një pyetje në fakt lidhje me masën e sigurisë, cilën është duke zbatuar zoti Berisha prej më shumë se një viti tashmë ajo e detyrimit për paraqitje. Sa efektive e vlerësoni ju tashmë këtë masë sigurie? Dhe së dyti, referuar kundërshtive goditjeve që ju keni bërë në shkallë më të lartë gjyqësorit edhe për masat e mëhershme, ku keni ezauruar dhe shqyrtimin kushtetues. A është një afat shkurtër apo është në planin tuaj të shkurtër drejtimi në një gjykatë ndërkombëtare? Shikoni, nëse kam kuptuar drejt pyetjen tuaj, ne jemi në gjykatë ndërkombëtare në Strasburg dhe underway gjatë rrugës së gjykimit ne po e plotësojmë atë kërkim me faktet e reja. Sigurisht ju e dini që saga e masës sigurimit zotit Berisha është një masakër procedurale dhe aty ne kemi vërtetuar jo vetëm shkeljen e ligjit, po aty kemi vërtetuar kapjen e gjyqësorit në të gjitha shkallët dhe ç'është më e keqja, kapjen e gjykatës kushtetuese e cila ka bërë një faj, nuk ka pranuar 1/5 e deputetëve për çështjen e masës sigurimit të zotit Berisha. Është një subjekt të asaj dispozite që Edi Rama e ka përdorur për Belinda Ballukun dhe ja që e gjetën, vegjën dhe e pranuan. E kuptoni, pra, historia është sepse vonon po nuk harron, e vërteta. Kështu që ju keni qenë në dijeni të gjithë këtyre, sigurisht që ne po vazhdojmë pasurimin e praktikës së Strasburgut me këto fakte të reja. Sa i përket masës së detyrimit paraqitje, dua t'ju them që ne nuk e kemi këtë prioritet tashmë, sepse e para njerë që mbas heqjes së masave të zotit Berisha u gjet një gjyqtar apeli i cili s'u mor vesh me çfarë cilësie gjykoi si gjyqtar apeli apo si gjyqtar i shkallës parë, sepse ai ka caktuar masë të re, sepse në atë moment zoti Berisha nuk ishte asnjë masë sigurimi, e kupton? Një tjetër bidat procedurial, po ta themi kështu, një shpikje, se këta janë kthyer në racionalizator në shpikës të ligjeve të reja, posaçërisht për Sali Berishën dhe Jamar Baltezin, këta kanë shpikur praktika ekstra procedurale, të papara ndonjëherë në asnjë gjykim, dhe për ironi të fatit zbatojnë të tjera dispozita për të njëjtin fenomen me njerëzit pranë pushtetit. Dakor? Kështu që kjo nuk përbën ndonjë problem, sa për dieni asnjë i pandehur gjatë gjykimit nuk paraqitet te oficeri i policisë gjyqësore. Ata insistojnë sepse kështu kanë dashur ta bëjnë, ashtu e kanë projektuar që edhe të paraqitet, mirë po sigurisht Armand ju e dini që rralla që Berisha nuk paraqitet u venit shpejt. Ju e dini që Berisha nuk ju paraqit një masë antikushtetuese, është ish presidenti, ish kryeministri dhe ai nuk mund të shkel kushtetutën, por ju e dini po ashtu që një ditë përpara apelit për gjykimin e masës së arrestit të shtëpisë, Berisha u paraqit në SPAK dhe dha të gjithë shpjegimet e nevojshme. Çka të nesërme gjykata apelit në mënyrë automatike duhet ta hiqte arrestin e shtëpisë, e gjykata apeli nuk deshi të di. Ja pa që u paraqit Berisha, ja pa që paraqit ka Berisha. Pra, e gjithë historia e SPAK-ut dhe i gjithë kohës nuk rrjedh nga interpretimi i ligjit procedural dhe nga rrethanat faktike të zotit Berisha në atë proces, por lidhet me propagandën e kryetarit dhe kryeministrit të vendit, i cili është arkitekti edhe zbatusi i gjithë këtij kalvari që nuk ja ka borxh njeri, e kupton, që ta vuaj. Rasti është që zoti Jamar Maltezi, zoti Berisha dhe gjithë subjektet e tjera, sepse kanë dashur, sepse këta ecin teorisë që sa më shumë njerëz, sa më shumë faqe bëhet e vërtetë, e kupton? Po kjo nuk funksionon në drejtësi. Kjo mund të funksionojë në fushat elektorale.
Faleminderit. Atëherë për dijenin tuaj, natyrisht çështja e kryetarit opozitës është në Strasburg, ka të paktën 10 shkelje, nuk janë pak, është absurde, po shqyrtohet. Kemi quar gjithashtu dhe keqpërdorimin politik të gjykatës kushtetuese, që në rastin kur kishe nen kushtetues që 1/5 deputetëve e vënë lëvizje dhe gjykata kushtetuese është e detyruar që ta shqyrtojë, e ka refuzuar gjykata kushtetuese kushtetutën e vendit. Por kur erdhi kërkesa nga Belinda Balluku, gjykata kushtetuese e pat që u bë pul, sepse i erdhi kërkesa nga Edi Rama. Dhe kjo gjithashtu është një standard i dyfish të cilën ne kemi referuar në Strasburg. Janë të paktën 10 shkelje, duke filluar që me gjykata nuk ka qenë e panshme, gjykata nuk ka qenë e themeluar me ligj, sepse kanë dalë të reja të rena gjokës të gjitha me radhë dhe të gjithë procesin. Kemi parasysh që kjo është një reformë drejtësie e cila është me një regji, regjizori ishte Edi Rama, vetingun të gjyqtarëve dhe prokurorëve ja bëri motra e Belinda Ballukut, ajo ishte kryetare vetingu apo jo. Ajo i ka të gjithë dosjet e gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe ajo i bën shantazh të gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve. Dhe kryetari i LD-s është vllai ish ministres tjetër të Edi Ramës dhe ish drejtorie në kryeministri. Kështu që të gjithë rrjetin e drejtësisë e ka kapur Edi Rama me anë të mashave të tij. Kështu që qartazi këtu në të gjithë ky ishte proces politik, ishte një përndjekje politike në të cilin opozita u shënjestrua si armike e popullit dhe e partisë, duke huazuar frazat e diktaturës komuniste. Dhe përdori ato prokurorë dhe ato hetues që ishin patronazhist militant të PS-s, ato që kishin dënuar apo çuar për ndjekje penale qytetare për veprime që binin ndesh me normat e moralit komunist. Ju faleminderit.